Rosa. Hi. How are you? Have it. Let's give me a minute help. Okay. Tani do ju tregojmë vilën, nuk di, është vërtet një ëndër. Atëherë, këtu është krevati. Nisë, s'po i sqaroj se ku është, po unë dua t'ju tregoj këtë pamjen fantastike. Nuk e di. Thjesht ëndër. Nuk ka gjë më të bukur. Wow. Çdo gjë është kaq perfekte. Më perfekte se në filma. Nuk e di. Tu kemi mini barin. Çdo gjë e menduar deri në detaj, por më e bukura do i tregoj tualetin. Sot, ky është tualeti jon. Ju besot? Oh my god. Nuk di. Kaq bukur sa s'ka. Sot. Adhurim. Të pëlqen? Super, super. Rogerti po hap. Frigoriferin me gjetë ndonjë gjë për të ngrënë. Sa po u kthyem edhe nga pishinat, ua qa dielli që ishte, nga ka djegur, nga ka përsluar. Tani të bëjmë gati që të dalim. Se po bje dhe dielli. Kemi një pasqyrë tjetër këtu. Admirojmë çantën sa herë vendosim. Është një dashuri. Outfiti im, nuk e di nëse u tregova para se të nisesha, se tani nuk mbaj mend dot asgjë. Aq shumë gjëra të bukura kështu që po kalojmë edhe thjesht memoria ime ka kaluar në një tjetër stad. I tregojmë varsën e bukur që kishim. Ja. Bikinit nga koleksioni i ri që do vi për këtë pranverë, edhe pantallona jeans nga seti Bomber, këmisha lino nga setet e reja dhe kjo është kapelja dhe syzet Miu Miu që shkojnë super shumë. Syzet ka 2 vite që kam bler, ndërsa kapelen është tani new collection dhe new në koleksionin tjetër. Hello. Tani jemi rrugës për tek Big Mirror, që është ajo më e famshme, më e madhe këtu, që më sipër ta shikoj. Outfiti im është fix për këtu. Edhe është shumë bukur, çdo gjë duket fantastike. Rrugët pëlqen. Rrugët i përshtatet dhe shikoni duket. Mesi po pres të shikoj nga afër se ajo duket tepër bukur për foto dhe video. Kështu që destinacioni i parë që duhet të shikoja për të vija këtu ishte Big Mirror. Nuk e di se si quhet ndryshe. Kështu po e quaj unë. Se ashtu është pasqyra më e madhe në botë. Dhe duket shumë bukur çdo gjë. Është pak fresk, darkash, kështu që ky fustani ishte fix, nuk e kisha menduar që do ishte kaq fresk mbas dite, por është perfekt, domethënë ajo freskia që duhet. Edhe ky fustani është fix për këtë vendin këtu.
tjetër spektakël, medi, gjithçka. Me kthyer në dhomë, pasi kemi ngrënë darkën. O zot, jemi kthyer më herë se asnjë natë tjetër në fakt, por që na zuri një orë këtu derisa editova disa video, bëra disa postime, jemi shumë të lodhur, do të patjetër të pushojmë që të çojmë nesër, që jam ditën se nesër është dita e fundit e plot. Pastaj do nisemi për në shtëpi më në fund. Edhe të vish këtu për qef, edhe thush me zi pres shkoj në shtëpi. Në ka marrë shumë malli për rojnë dhe beken shumë fare. Por fatmirësisht kemi pas aktivitet dhe mundohemi mos ta kujtojmë shumë pjesën se mërzitemi, por ja, kaloj dhe pak të dhe nesër. Dhe nuk udhtoj më ka shumë ditë pa fëmijë, nuk e di që patëm këtë herë që po nese, do mundohemi që kur lëvizim më shumë se 3, maksimum 4 ditë jo. Dhe kështu do flem gjumë tani. Po, se është, nuk di, është edhe bon, me duhet të fik dritat, se u mësum të hoteli që ishim Dubai që dritat fikeshin të butonit e koka. Por ngrihemi, i fikim, duke që të jenë për jashtë, se s'po fiket as një dritë. Sot si jam me hitë. Okej. është vetëm kjo. Në të se lem një vëshur, por jo të të koka. Lemi me atë të tualetit. Kështu që themi natën e mirë. Gjesi, mi më gjesi, Alda. Mirë më gjesi. Sot e kam unë. Bravo, Roket. Kam në dorë. Me vrap për të bërë gati, për të shku për mëgjes. Por, fillimisht do vendosim se për fënë se këtu rrezet e diellit janë shumë të forta. Dhe thash, vendos kremin fillimisht, bëjmë gati ikem për mëngjesin. Në lula. Pastaj, e kështu më radhë nis dita e dytë në lula dhe e fundit. Për ne e pushimeve. Në zi presim të kthehemi, edhe pse ne kemi kaluar shumë bukur, jemi kënaqur, po na ka normale për fëmijët. Në beko shife parmin këtu. Dhe di, gjëma bukur, ever. Mrekulli. Në fakti që ky tualeti është pozicionuar kështu, më kujto pak vibe-in atyre hoteleve të Maldive, Tajlandës, që janë kështu të hapura. E njëjta edhe këtu, vetëm se ka një gjë ndryshim se këtu frynera, ka moment që fry shumë erë, edhe vjen kjo rëra, ngrihet sipër. Pa, që të futët për flotësh. Sa ka tova. Pa. Numra mishte mush koka shumë, me rërë. Edhe kështu, mund do mjetë mbush, po jam bufu flokët se nuk e lava. Dhe ti mbaja 2 ditë me këto rricat se... Jemi bërë gati, kjo është veshja ime sot për pishina. Një yll deti jam bërë sot. Më pëlqen shumë këto pishut, kështu japën shumë nivel tjetër veshjes, duke shumë më lezetshme, kështu që i përdorim. Nuk është se do futem në ujë kokën, domethënë që ta lag, por në rast që më pëngoj, i heq i fusem në çantë. Ky fustan i rjetës është nga Mitile Studio. Nga koleksionin që ka qenë
vjet, por që mua më pëlqen shumë dhe vjet nuk është si kam veshur, më pëlqen si ishim pak shtatzan. Edhe këtë vit po i shijoj maksimum, po më pëlqen shumë. Ikim Rogerti, tani t'ikim të mëgjesin. Mëgjesin direkt aty im pshina, se janë në të njëjtin vend. Edhe ikim. So we have a buffet here. So you can see Hello. salmon, salad. Ne me këthyrë në dhomë, kemi bërë gati valigjet, na ka ardhe bagi për të na marrë edhe për të fillimisht për të shkuar tek recepcioni, aty na pret makina në orën 8:30 kemi lënë derisa të bëjmë check-out-i. Shkon ora edhe jej. Do lejmë të dhomën shumë të bukur. Ishte një super adventurë. Jem kënaqur shumë, pavarësisht se jo çdo gjë kemi arritur ta ndajmë këtu në video me juve, por rëndësishme është që realisht kemi shijuar, ka qenë një udhëtim shumë i bukur për të mbajtur mend gjatë, edhe kujtimet kanë qenë shumë të bukura dhe kemi bërë shumë foto, video, jem kënaqur domethënë. Edhe në fund të ditës ato mbesin aty dhe sa herë mund të shikosh kujtohen këto ndjesitë e bukura që kemi kaluar këtu. Gati jemi për të nisur. Çdo gjë është gati. Ja, valigjet i vendosit e bagi. Që edhe një herë paqim dhoma bukur, paqim alula. Mbase duhet të mbyll vlogun këtu. S'kemi çfarë të tregojmë më. Do shkojmë te recepcioni, direkt për aeroport, nga aeroporti në aeroport tjetër e për Tiranë. Kështu e kemi rrugën. Okej, shumë faleminderit nëse më keni ndjekur deri këtu. Ju kam shumë gjan. Shihemi në vitet të tjera, patjetër do jemi më shpesh aktiv këtu. Paqim dhe faleminderit që na keni ndjekur. Bye, shihemi në momentet e tjera. Ja ku jemi në Shqipëri. Janë tharbuzat fillimisht. Po bëj këtë lip glosi. Nuk e di pse më janë tharë kaq shumë pas pushimeve sigurisht. Mbaruan dhe pushimet, kanë qenë një ndër ato pushime më të bukura që kemi bërë. Edhe ishin dhe në momentin e dur, pavarësisht që u mërzitem shumë për Bekin dhe Roy, më thënë të drejtën, 2 ditët e fundit mezi e kemi shtyr. Por, si çdo udhëtim tjetër ka ato të veta që ne, patjetër gjithmonë, sa do mirë që shkoj udhëtimi do na ndodh diçka. Ose do humbasim, ose do ndodh diçka me biletën, ose me, nuk e di. Diçka do ndodh me prish gjithë atë rrezinë.
Dhe çfarë na ndodhi këtë herë? Besoj ju e keni parë gjatë gjithë videos, edhe në Dubai, edhe në Alula. Kapelen time më të re nga Miu Miu, që unë e pata bler para pushimeve. Më erdhi 3-4 ditë para pushimeve, kisha një 2 javë që kisha porositur, më erdhi dhe më erdhi fiks. Dhe për këtë u lumturova që e mora me vete te këto pushime. Dhe më thënë të drejtën, ka qenë një ndër ato kapele që më rinte shumë bukur, më pëlqeu shumë, më shkonte shumë. Madje dhe Rogerti thoshte kjo është vlerja më e bukur që ke bër. Ma ka thënë gjatë gjithë udhimit, sa herë vendosja, edhe më pëlqen shumë. Mua po, Rogertit, edhe shumë vajza më kanë shkruar sa bukur kapelja, ku e ke bler, edhe kështu me radhë. Ndodhi që normalisht mendoj se ishte syri, ose doli të paktën syri dhe të këto dalë normalisht. Por unë mërzita shumë që humba kapelen. Tani si ndodhi? Prandaj nuk më pëlqen më tepër se si ndodhi që më mërziti. Ne kishim fluturimi në orën 11 të natës. Duhet të shkonim diku në orën 8:30 do niseshim, sepse nga hoteli jonë në Alula te Habitat që ishim, ishte diku te 40-50 minuta larg me aeroportin. Edhe në orën 8:30 kishim rezervuar taksim për të na dërguar atje. Check-outin e bëm nga ora 2. Shkuam te pishina, e shijuam dhe atë ditën patjetër te hoteli, edhe në orën 2 lam që të bënim check-outin, ishte pak vonë, edhe gjë që nuk i pëlqeu shumë atyre që pse kaq vonë, se zakonisht check-outi bëhet maksimum deri në orën 12. I morëm te telefoni dhe i tham që duhet ta bëjmë tani check-outin apo mund të presim që mund ta bëjmë edhe një moment më vonë. Ato thonë duhet ta bëni patjetër, por ju nisim bagin se duhet ta bëni sa më shpejt check-outin, dhe normalisht se ne po mendonim të flinim dhe gjumë që të pushonim, por kot ishte kjo se normalisht ato kishim për të pastruar dhomën për ta bërë gati për klientët e radhës. Okej, ne kishim gjërat gati, sepse i kishim bërë gjatë gati, edhe kapelen e kisha lënë te dasbegu dhe kisha lënë tek krevati për ta marrë në fund fare, sepse nuk doja ta fusja në valigje, por doja ta fusja te çanta e krahut, atë çantën Dior që kisha, se është e hapur dhe e zinte. Bashkë me kapelen tjetër. Edhe ndërkohë që unë isha gati, por thjesht po merrja gjërat e fundit, vjen bagi dhe Rogerti merr valigje direkt. Dhe unë siç u ktheva nga balkoni, valigjet i kishin marrë, po nuk ma zuri syrin, me idenë që unë e kisha futur kapelen te çanta. Edhe me idenë që tani jemi gati për të nisur, se ndodhen shumë shpejt gjitha gjërat këto. Edhe, okej, me idenë e morëm, ikëm, unë nuk e mora kapelen, kisha lënë sipër me dasbegun, fiks, siç erdhe, siç e bleva. Okej, shkuam, i lam te recepcioni, bëm check-outin, vendosën valigjet aty te dhoma e valigjeve, edhe ne vazhduam ditën sepse kishim gjatë orë për të qëndruar aty. Shkuam te coffee shop që ishte pak më lart, qëndruam diku te 1:30-2, edhe pastaj kaluam te pjesa që ishte me lisharse dhe donim të shijojmë momente. Nga që po na binte dielli, thash okej, ta marr pak kapelen se po bie dielli. Se kam të çanta, se çanta Dior po merrnim me vete se kishim shumë gjëra që na duheshin, ishin çanta lekëve, aparati, syze, gjithçka që unë mbaja për shpejt nevojshme. Hapi shohim ne, nuk ishte kapelja. Thash, si nuk është kapelja? Thash okej, se unë e kisha lënë këtu, e futa në çantë. Tha jo, tha, nuk kemi vendos. Mendova se e ke fut në valigje. Jo, jam e sigur, do më thënë që e mbajme në shumë qartë se kapelen bashkë me dasbegun e kisha lënë sipër për ta marrë në dorë, se nuk doja ta shtypja në valigje. Jo, thash, këtu, më patjetër, ose me lënë te hoteli se s'kishim vend tjetër. Aty filloi mangthi pastaj, se sikur ma ndjeu diçka që po ndodhte. Shkuam te recepcioni, kërkuam aty te valigjet, nuk ishte. Dhe thash Rogerti, jam shumë e sigur që unë kam lënë tek dhoma. Dhoma kishte diku te 2-3 orë që ishte lënë, edhe mendoj se kanë shkuar
Kishin shkuar ata te pastrimi që bënin pastrimin e gjithë dhomës. Jam e bindur që ata e kanë marrë, ose nuk e di se si, nuk e di, nuk kam një shpjegim, se nuk më ka ndodhur kur që hoteli, çdo gjë që e gjen e tregon. Jo hoteli, po edhe njerëzit, turistat. Duke qenë se edhe ne në një bagi kishte lënë dikush një çantë nga Louis Vuitton, ishte meshkuj që e kishin harruar, i thash atij personit para, i thash shiko se është harruar një çantë, nuk hypim dot se nëse do e merrte dikush tjetër do na ngelte ne faj. Edhe morëm një bagi tjetër, ai shkoi e dërgoi çantën. Por ja treguam ne në këtë rast. Edhe shkon te recepcioni, ato bën këtë kontrollin, morën telefon, tha nuk është kapelja. Dhe pse i gjithë resorti ishte gjaj bledhur, kishte vetëm vilat, pishinën dhe restorantin në një vend, coffee shopin në një vend tjetër, recepcion, ne nuk ishim shkuar në asnjë vend tjetër, dhoma, recepcion dhe te kafja. Shkuam, i bëm kontroll dhomës, se doja të shikoj me syrin tim, e kishim pastruar, nuk ishte më asgjë si më përpara si që lam. Shkuam te coffee shop, shkuam te recepcioni, valigjet nuk e gjetëm. Dhe mendoj se e kanë gjetur, nuk na e kanë treguar, mbase nga inati që ne nuk lë shumë dhomën, mbase nga fakti që kapelja ishte një brand dhe gjë e kushtueshme, nuk e di nga si qysh tek, por që ne arritëm mos ta merrnim më. Realisht ai 3 orësh i fundit nga ora 5 deri në orën 8:30 që kishim për të nisur, ka qenë kështu shumë ankth, shumë mërzitje, mërzita shumë fare. Më shumë mërzita nga fakti që unë e lash aty dhe edhe kur kanë harruar njerëz në ambientet tona, kanë ardhur më vonë e kanë gjetur, vetëm në rast që do merrte dikush tjetër, por ajo dhomë nuk u mor nga një klient. Edhe nëse do merr nga një klient, është ai klienti që do ishte aty dhe për 2 orë do gjeje e gjithë gjëja dhe nuk ndodhi kjo, lam numrin në rast që do gjindej dhe të na komunikonim. Erdhën në Shqipëri, i shkruajta agjencisë që unë kisha prerë biletat dhe i thash shiko, të lutem më ndihmo mbase duke qenë se ti je marr edhe me prenotimin e dhomës, mund të ketë një shans, kam një gjithë ditën me idenë që po, nuk u mërzitësha, po nuk doja të mërzitësha me faktin që s'doja ta ndillja që e kam humbur, mendoja se do e gjeja, por nuk na e tregua. Nuk është as humbje, thjesht unë harrova në një ambient që duhet të jetë i sigurt dhe për këtë më mërziti më shumë. Se edhe nëse do e harroj të recepcion, ata duhet të ma tregoni. Aq më tepër te dhoma, që dhoma ishte vetëm e jona dhe ne shkuam, nuk e kishte marrë dikush tjetër, ishte thjesht pastrime. Ndoshta do ishim treguar pak më të rreptë, duhet të kishim thënë nuk i jem këtu ose kapelen ose pagesën, por si një person që i ve gjithmonë fajet vetes time dhe faji ishte im në funditës që unë harrova aty, por janë gjëra që ndodhin. Nuk ishte diçka kaq e vogël dhe nuk shikohet për ta marrë, për ta gjetë. Po ishte kapelja, ishte dasbeku kaq i madh. Kjo më mërziti shumë. Dhe kjo më ndodhi që në fund të udhëtimit nuk e mbyllëm siç duhet, pak mërzia për fëmijët edhe ishim shumë jerm. Iku dhe kapelja, nuk e di, jam shumë mërziti, kur mendoj dhe kur shikoj foto me kapelën, them jo. Por që syri do dilte diku dhe doli në këtë formë, nuk ka problem, nuk kemi ç'a bëjmë. Vetëm ajo kapele, thash si ka mundësi shpëtum kapelen tjetër, që po të humbiste, sikur edhe nuk do lodhesh atë të pyesja dikon nëse e ke parë diku, sinqerisht. Është një kapele që ka 3-4 vite që kam bler dhe nuk më bënte problem siç më bëri kjo blerja e re. Kështu që ndaj doja në këtë video të Alules si tregoj edhe historinë ngjarjen që na ndodhi, kështu ndodhi tekstualisht siç ju tregova. Por s'kemi çfarë të bëjmë. U kthyem, rrezika që u kthyem, edhe avash jemi kthyer edhe rutinës. Faleminderit shumë që keni parë videot e mia dhe që kërkoni vazhdimisht, dhe pse unë nuk kam qenë fare aktive, YouTube-i nuk është ndihmë fare për persona që bëjnë pauzë, nuk e bëjnë algoritmin siç ka qenë më përpara dhe siç duhet që videot të ecin. Por nuk jam këtu me patjetër që video të marrin shumë shikueshmëri, unë të kem shumë
fitime nga YouTube e me radhë, si që kam thënë gjithmonë, por jam këtu për të bërë ato që unë pëlqej të bëj dhe për ato persona që kanë dëshirë të shikojnë videot e mia edhe të kalojnë ditën me mua ose një moment e kështu me radhë. Gjithsesi, unë jam me dëshirë për të rikthyer. Nuk e di prap se sa hapësirë dhe sa korrekte do jem me videot, këtë nuk e premtoj dot, se sinqerisht ngarkesa e këtyre muajve dhe këtij vitit ka qenë e jashtëzakonshme. Jam munduar të bëj mamin e re, të bëj sipërmarrësen e duhur me gjitha projekte që ne bëjmë dhe kemi për të bërë. Gjë që më bën ndonjëherë trurin të ngarkuar dhe të mbi ngarkuar dhe pa patur atë ndjeshmërinë ose dëshirën për të bërë video, jo se nuk kam patur hapësirë, do gënjeja, por që mendoj se çdo gjë duhet bërë me pasion dhe vërtet siç ndihesh, jo se duhet hajde tani duhet të postoj video, të jetë video si të jetë. Të paktën unë dua të plotësoj përçmëritë e mia, gjëra që unë dua të realizoj për t'ju treguar juve, pra gjëra që vlen për t'u parë. Duke patur atë rutinën edhe do doja në fakt e di që ju kam premtuar për house tour, për ambientin e zyres e më radhë, por me thoni në koment, please, nëse keni parë deri këtu videon, çfarë doni tekstualisht të postoj pas kësaj video, doni t'ju tregoj rutinën time me Bekin, me Rojin, apo i doni të gjitha? Komentoni. Doni një tur të zyres ose të ambienteve, më thoni sepse kur ju shkruani, komentoni poshtë videos, më duket sikur unë këto videot i bëj për njerëz që më ndjekin dhe kanë kuriozitet edhe më shumë dëshirë. Pavarësisht se mund të shkoj video shikueshmëri, mua më intereson të kemi bashkë bisedim në komente. Pra dhe nëse unë nuk ja u kthej, rëndësi ka që unë i shikoj dhe mundon nëpër video t'ju tregoj ato gjëra që ju kërkoni dhe dëshironi të shikoni nga profili im i YouTube-it. Kështu që jam në pritje të kësaj gjës, mos më shkënjeni, më thoni se çfarë doni të shikoni më tepër nga unë, edhe të bëjmë video aty ku e kemi lënë. Jo aty ku e kemi lënë, jemi rritur gjatë, kemi gati një vit që unë nuk jam shumë aktive, kam shumë gjëra për të treguar, kam ndryshuar shumë gjëra në jetën time, që ku jam bërë mami i Bekit, kam marrë një kthes për mirë jeta ime, ndihem e plotësuar, pavarësisht plotësimit që më jep dy fëmijët e mi dhe familja ime, e plotësuar edhe në karrierë dhe në punë, edhe në rrugën që unë kam bërë për disa kohë dhe mendoj se avash po filloj të ndjej fiks ato çfarë unë jam lodhur ka shumë vite dhe më në fund e kam arritur. Ndaj do doja shumë të dija më shumë çfarë ju frymëzoj, çfarë do doni t'ju tregoj e me radhë. Jam këtu për juve, por nëse ju komentoni, do përfitoni video nga unë. Nëse jo, nuk do keni video. Do them, jo, nuk do bëj video se juve nuk komentoni, pavarësisht se vini në Instagram dhe më thoni hala posto video. Ju duhet të komentoni aty por që unë ta kuptoj që po, ju po i shikoni videot e mia dhe keni interes të shikoni diçka tjetër më vonë. Okej? Ju kam shumë zemër edhe shihemi në çdo video tjetër me video edhe me gjëra të bukura. Bye!